ligjit për sigurimin e detyrueshëm nga tërmetet, ne kemi përfunduar të gjithë proceset e nevojshme të konsultimit si me palët e interesuara, pra me palët e treta, por edhe brenda kabinetit qeveritar, dhe shumë shpejt ky ligj do të kalojë në Këshillin e Ministrave për të miratuar një herë nga Këshilli i Ministrave dhe më tej për të ndjekur procedurën miratuese në komisionet parlamentare dhe më tej në parlament. Për sa i përket primit, primi do të jetë një prim që do të jetë lehtësisht i përballueshëm nga qytetarët shqiptar. Natyrisht që projekt ligji që ne po çojmë mban parasysh që për ato familje të cilat mbështeten me ndihmë ekonomike apo nuk kanë aftësitë ekonomike për të përballuar primin, do të subvencionohen nga ana e shtetit dhe besoj që do të jetë një ligj shumë i mirë për vetë faktin sepse primi dhe sigurimi i pronave do të bëhet dhe do të menaxhohet nga shteti. Pra do të ketë një shoqëri e cila, një SHA e cila aksioner do të jetë shteti dhe do të menaxhojë primin e detyrueshëm për sigurimin nga tërmeti. Për sa i përket fatkeqësive të tjera natyrore, zjarri, përmbytjet e të tjera, ne nuk e kemi të parashikuar në këtë ligj, pavarësisht se për çështjet e përmbytjeve kemi parashikuar diçka e cila pasaj më tej mund të shtjellohet me aktet nënligjore, por për momentin ligji do të paraqitet vetëm për sigurimin e detyrueshëm nga tërmeti. Për fatkeqësitë e tjera natyrore do duhet që të bëhet një vlerësim dhe një analizë risku me zona, sepse nuk mundet përcaktojmë një sigurim të detyrueshëm për përmbytjet në zona ku nuk kemi përmbytje, zonat malore për shembull, sikundër edhe me zjarre do duhet që të bëhet një vlerësim dhe një analizë risku, cilat janë ato zonat të cilat përballen më shumë me fatkeqësitë natyrore siç janë zjarret.